Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Gjirokastra nuk tërheq vizitor vetëm me historinë dhe arkitekturën e saj karakteristike, por edhe me traditën e pasur kulinare. Gatimet autentike të përgatitura sipas recetave të vjetra po bëhen gjithnjë më shumë një arsye për të vizituar qytetin e Gurit. Në Saran, turistët e huaj kanë nisur të shijojnë ditët e para të pushimeve të tyre, duke përfituar nga moti i ngrohtë, deti dhe qetësia që ofron qyteti bregdetar. Vizitorët vlerësojnë mikpritjen, bukuritë natyrore dhe atmosferën relaksuese. Dy të rinj nga Saranda, Angela Zika 23 vjeç dhe Kristo Eksarko 27 vjeç, prej 8 vitesh ofrojnë guida turistike me skaf përgjatë Bregdetit e Jugut. Ata nisën aktivitetin me një skaf të vetëm dhe fal interesit të lartë nga turistët e huaj dhe vendasit, arritën ta zgjerojnë biznesin e tyre. Mbyllet kampionati rajonal i futbollit për moshat, ku rreth 600 fëmijë nga Gjirokastra, Saranda dhe Delvina konkuruan në një grup moshat nga U9 deri në U19. Trofeu i kategorisë U9 shkoi për luftëtarin, ndërsa organizatorët dhe trajnerët vlerësuan rëndësinë e këtyre aktiviteteve në zbulimin e talenteve të reja dhe promovimin e sportit tek fëmijët. Ju njohim tani më gjërësisht. Gjirokastra nuk tërheq vizitor vetëm për historinë dhe arkitekturën e saj karakteristike, por edhe me traditën e pasur kulinare. Gatimet autentike të përgatitura sipas recetave të vjetra po bëhen gjithnjë më shumë një arsye për të vizituar qytetin e Gurit. Në rrugicat me gur të Gjirokastrës, aroma e gatimeve tradicionale po shndërrohet në një magnet të vërtet për turistët nga mbar bota. Shijet autentike po u ofrojnë vizitorëve një përvojë krejt të re dhe të paharrueshme. Kemi 2 ditë që qëndrojmë këtu, vizituam qytetin, kalan dhe muzeumet, çdo gjë duket e këndshme, po përveç arkitekturës ne shijuam edhe disa gatime tradicionale, që të them të drejtën emrat si mbaj mend, por shijen e tyre vështirë që do ta harroj. Jemi nga Zvicra, kemi disa ditë këtu. Është hera e parë që po vizitojmë këtë vend, duket mjaft interesant, por ajo që më bëri shumë përshtypje janë recetat e vjetra të gatimeve me shumë shije. Mes njerëzve që i kanë dhënë jetë kësaj tradite është Vogëlushe Kardashi. Prej periudhës së pandemisë, ajo la shtetin Helen për t'u rikthyer në vendlindje, ku sot u shërben vendasve dhe të huajve pjata tradicionale sipas recetave të vjetra. Nuk ka kënaqësi më të madhe se të vish, të kthehesh dhe të fillosh në punën tënde. Është gjëja më e mirë që mund të ndodhi. Kjo është periudha që punohet dhe jemi të detyruar që të punojmë dhe deri në orët e vona të darkës, që në mëngjes që vjen turisti dhe kërkon të haj, ai ushqim mos të mungoj. Pastaj dhe vetë si person, unë kur nuk u them dot që nuk e kam, dhe në moment do të asajoj atë ushqim dhe do t'u jap. Në përgjithësi, për të gjitha ushqimet tradicionale janë shumë të interesuar, të gjithë, dhe na kanë preferuar. Neve për fillim, për mirë se ardhin, japim pijen tradicionale, pijen e karafilit, që pëlqejnë shumë fare dhe janë shumë të interesuar edhe për ta blerë atë pije kur vjen momenti. Dhe pasi hanë, neve u bëjmë kek tradicional dhe ata ndihen shumë mirë. Gatimet karakteristike me aromë dhe shije të veçantë po u ofrojnë vizitorëve një eksperiencë që nuk e kanë provuar më parë. Vendasit dhe të huajt ndalojnë jo vetëm për të vizituar qytetin e Gurt, por edhe për të shijuar gatimet tradicionale që mbartin historinë dhe kulturën e kësaj zone. Në Saran, turistët e huaj kanë nisur të shijojnë ditët e para të pushimeve të tyre, duke përfituar nga moti i ngrohtë, deti dhe qetësia që ofron qyteti bregdetar. Vizitorët vlerësojnë mikpritjen, bukuritë natyrore dhe atmosferën relaksuese. Në Saran, pushuesit e huaj kanë nisur tashmë të shijojnë jo vetëm diellin, por edhe detin e kristal të rivierës shqiptare. Temperaturat e favorshme dhe moti i kthjellët kanë sjellë turistë nga vende të ndryshme të botës, të cilët kanë zgjedhur jugun e Shqipërisë për pushimet e tyre. Nuk është hera e parë për mua në Sarand. Jam nga Rumania dhe kjo është hera e dytë që vi. Kam ardhur për pushime. E dua këtë qytet.
E dua Shqipërinë në përgjithësi. I dua njerëzit e Shqipërisë. Dhe sa herë që kam pak kohë të lirë, e shfrytëzoj për të ardhur dhe për të parë këto vende të bukura dhe njerëzit këtu. Un orash foarte frumos. Gjithçka është e mrekullueshme këtu në Sarandë. Deti nuk është i ftohtë, uji është në rregull, po shijojmë diellin, detin dhe vendin. Është një qytet shumë i bukur dhe mikpritës dhe njerëzit janë shumë të ngrohtë. Deci e foarte ok. Vizitorët shprehen të mahnitur nga bukuritë natyrore, qetësia dhe mikpritja që ofron qyteti bregdetar. Shumë prej tyre theksojnë se kjo është periudha ideale për të vizituar Sarandën, pasi plazhet janë më të qeta, temperaturat më të buta dhe atmosfera shumë relaksuese. Kemi qenë edhe në pjesën greke, në Korfuz para disa vitesh. Është shumë bukur dhe neve na pëlqen shumë këtu. Dhe në primăvară Kjo stinë është më mirë sepse nuk ka shumë njerëz dhe ka shumë qetësi. Mund të pushosh edhe psikologjikisht. Në verë bën shumë vap rreth mesditës, kështu që plazhi bëhet më mirë në mëngjes dhe pasdite, drejt mbrëmjes, ndërsa tani është më lirshëm. Preferoj të vi përsëri edhe në shtator. merat. Acum e mai liber. Përveç detit dhe diellit, turistët po vlerësojnë edhe ushqimin tradicional, shëtitjet buzdetit dhe afërsinë me destinacione të njohura turistike. Operatorët turistik shprehen optimist për një sezon veror të suksesshëm, ndërsa Saranda vijon të mbetet një nga destinacionet më të preferuara për turistët e huaj në Shqipëri. Ka mbërritur sot në portin e Sarandës kroqera Laboril, një nga anije turistike të standardit të lartë që operon në segmentin e turizmit elitar. Anija me gjatësi 142 metra dhe në pronësi franceze viziton për herë të parë qytetin e Sarandës duke patur në bord mbi 200 turistë, prej të cilëve 180 janë shtetas francez, ndërsa pjesa tjetër vijnë nga Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë qëndrimit të tyre vizitorët janë njohur me atraksione turistike dhe kulturore të Sarandës dhe zonave përreth. Vizita e kësaj kroqere përbën një moment të rëndësishëm për turizmin lokal, duke sjellë një kategori turistësh me standarde të larta udhëtimi. Sipas kalendarit të kruaziereve të kësaj vere, Laboril rikthehet sërish në Sarandë më 23 qershor të këtij viti. Dega doganore Sarandë vijon angazhimin për përpunimin efikas të procedurave kufitare, duke mbështetur fluksin në rritje të turistëve gjatë sezonit veror dhe duke ofruar një përvojë sa më të mirë për vizitorët që zgjedhin Shqipërinë. Dy të rinj nga Saranda, Angela Zika 23 vjeçe dhe Kristo Eksarko 27 vjeç, prej 8 vitesh ofrojnë guida turistike me skaf përgjatë Bregdetit të Jugut. Ata nisën aktivitetin me një skaf të vetëm dhe fal interesit të lartë nga turistët e huaj dhe vendasit, arritën ta zgjeronin biznesin e tyre. Për Angelën dhe Kristin, kjo punë tashmë është kthyer në një pasion, ndërsa ata presin me entuziazëm nisjen e çdo sezoni veror për të zhvilluar turet turistike. Në qytetin bregdetar të Sarandës, dy të rinj, Angela Zika 23 vjeçe dhe Kristo Eksarko 27 vjeç, kanë kthyer pasionin për detin në një aktivitet të suksesshëm turistik. Prej 8 vitesh ata ofrojnë guida turistike me skaf, duke u bërë një nga zgjedhjet më të preferuara për vizitorët që duan të zbulojnë bukuritë e rivierës shqiptare. Fillimisht nisën vetëm me një skaf, por kërkesa në rritje i shtyu të zgjerojnë aktivitetin e tyre. Ky biznes nisi para 8 vitesh. Nisëm me një skaf të vogël, se ta provojmë si ecën, edhe ishim shumë mirë. Thëmë pam që kishte njerëz goxha, kishin qef të bënin xhiro me skaf, të eksploronin vendet e Sarandës, ku ne i çojmë, edhe pam që kjo mirë të zhvillim, domethënë njerëzit viti vitës po rriteshin, kupton, kishte njerëz. Edhe morëm një skaf tjetër, i bërëm 3. Edhe deri tani jemi shumë mirë, domethënë, po ecim. Më shumë se kaq jo, sepse aq është 3 skafe janë boll, edhe punojmë edhe bëjmë dhe qef, se është si profesion kjo tani. Po, është shumë interesante për ata, shumë dhe Greminën, Kakomen dhe Krorzës që janë të paprekura dhe janë ujrat shumë të bukura, kristale dhe plazhi ushtarit, kanë shumë qef që të neve aty ndalojmë çdo 20 minuta në çdo plazh, 20 minuta, i themi këtu do të ndalojmë 20 minuta, e shpjegojmë si është kjo, si ka emrin plazhi, pse quhet kështu, e kupton? Edhe ata bën shumë kurioza sepse është një natyrë që i pëlqen shumë. Dy të rinj tregojnë se interesi për ture turistike është gjithnjë më i madh, jo vetëm turistët e huaj, por edhe pushuesit vendas po zgjedhin të eksplorojnë Bregdetin përmes guidave me skaf. Pamjet mahnitse, ndalesat në plazhet të fshehura dhe eksperienca të ndryshme që ofrojnë ka bërë që aktiviteti i tyre të fitojë popularitet nga sezoni në sezon.
Interesi është i madh, më shumë nga të huajt. Kemi dhe shqiptarë që kanë qef ta eksplorojnë jugun, ata të veriut, domethënë kanë shumë qef jugun, por më shumë kemi të huaj. Ne bëjmë Krorëzën. Nuk Ksamilin nuk e bëjmë shumë, sepse Ksamilin mund ta vizitosh me makinë, në autobus, nësa këto vendet janë plazhet e Virgjera, edhe veç me skaf mund t'i shohësh. Edhe bëjmë për shumë Krorëzën, janë Shkakomeja, plazhi i Ushtarit, Shpellë e Breshkave, këto janë. Turi jon zgjat rreth tek 5-6 orë. Nisja bet këtu nga limani Sarandës, edhe fillojmë vizitojmë vendet. Ndalojmë, ndalesa është 20 minuta ndej, 20 minuta te vendi tjetër. Edhe ndërkohë shpjegojmë dhe vendet. Si duken, ç'a janë, ata hidhen, bëjnë hedhje nga skafi, bëjnë foto sepse janë vende shumë të bukura. Edhe në plazhin e fundit në Krorës, aty ndalesa është prej 2 orësh. Është një gjë shumë e bukur, sepse ka shumë plazhe të bukura, edhe njerëzit kënaqen, sepse uji është kristal, edhe njerëzit e huaj atë duan. Ka pyetje, si janë krijuar këto për shembull. Neve i themi që për shembull gremina është krijuar vetë natyrisht, ashtu si është krijuar na dallgët, na valzimet e detit, edhe shpella, për shembull për shpellën e Breshkave thotë si është krijuar. Është krijuar na deti, na dallgët e forta, edhe ne i çojmë pak brenda aty, edhe i lëm sa për foto. Sot kjo nisëm nuk është vetëm një mënyrë punësimi për Angjelën dhe Kristin, ajo është kthyer në një pasion të vërtet që i lidh çdo ditë me detin dhe turistët që vizitojnë Sarandën. Ata shprehen se mezi presin nisjen e sezonit veror për të rikthyer turet dhe për të ndarë me vizitorët bukuritë e jugut të Shqipërisë. Kthyer në pasion, sepse neve kemi nisur akoma më herët sezonin këtë vit. Sezoni këtë vit ka nisur që prej 1 prillit. Neve zakonisht niseshim nga qershori, po turistat vinë më herët këtë vit. Kështu që edhe neve kemi thënë në pasion, mundojmë skafet vit për vit t'i zbukurojmë, t'i bëjmë bukur që të kënaqet edhe klienti që vjen te ne. Është e bukur sepse njerëzit kalojnë mirë, njerëzit kërcejnë, njerëzit argëtohen në Krorës që qëndrojmë aty 2 orë gjysmë, 3 orë, aty ka restorante, ka beach bare, aty kënaqen njerëzit. Shazllonet i kemi falas atje. Nëpërmjet punës dhe përkushtimit të tyre, Angjela dhe Kristi kanë arritur të ndërtojnë jo vetëm një biznes të suksesshëm, por edhe një eksperiencë unike për çdo turist që viziton Sarandën. Historia e tyre tregon se pasioni, këmbgulja dhe dashuria për vendin ku jetojnë mund të kthehen në një shembull frymëzues për të rinjt shqiptar. Muzeu Etnografik i Delvinës ka njohur një rritje të numrit të vizitorëve gjatë kësaj periudhe, ku turistë të vendas dhe të huaj po tregojnë interes të madh për historinë, kulturën, traditat dhe veshjet tradicionale të zonës. Sipas specialistet Eriselda Pelivani, etnografia e Krahinës mbetet një nga elementet më tërheqës për vizitorët. Pritshmëritë për sezonin turistik të këtij viti janë më të larta se një vit më parë. Muzeu Etnografik i Delvinës po tërheq gjatë kësaj periudhe një numër të lartë vizitorësh vendas dhe të huaj të interesuar për të njohur me historinë, traditat, kulturën dhe mënyrën e jetesës së zonës. Vizitorët tregojnë interes të veçantë për objektet autentike, veshje tradicionale dhe elementet karakteristik të trashëgimisë kulturore të Delvinës. Sipas specialistes së muzeut Eriselda Pelivani, turistët po shfaqin gjithnjë më shumë interes edhe për etnografinë e zonës. Ajo thekson se vizitorët ndalen veçanërisht tek traditat e hershme, punimet artizanale dhe veshjet popullore, të cilat përfaqësojnë identitetin kulturor të Krahinës. Muzeu Etnografik i Delvinës ka qenë këto periudhat e fundit i preferuar shumë nga vizitues të huaj, po dhe vizitor vendas, të cilët kanë treguar interes të veçantë të lidhur sidomos me traditën, me historinë, me kulturën, me veshje tradicionale. Interesi tyre ka qenë shumë i veçantë dhe lidhur me etnografinë tonë, me etnografinë lidhur me zona të ndryshme, me periudhën e komunizmit si ishte jeta tonë, edhe pse ishte një jetë e thjeshtë, përsëri ishte te prekontrolluar, si ta themi, dhe periudha tjetër që është në vitet 1920, ku jeta ishte akoma me thjesht, nuk ishte shumë luks, por kishte shumë harmoni, kishte më shumë bashkëpunim dhe këto gjëra ishin tepër të rejtëse nga turistët e huaj.
Pritshmëritë për këtë vit turistik janë edhe më të larta krahasuar me vitin e kaluar. Së fundmi kemi patur vizitor nga Suedia, ishte një grup prej 25 personash, të cilët kishin treguar interes real lidhur me etnografin, me tradicionalen, me çdo gjë do me thonë që lidhej me jetën tonë reale. Qëse muzeu është ende në promovim, kemi kërkuar bashkëpunimin me agjenci turistike të ndryshme që Delvina të përfshihet, do me thënë në itinerarin e tyre, të kemi bashkëpunime me ta dhe pritet që të jetë një sezon akoma më pozitiv lidhur me sezonet e tjera. Fluksi në rritje i turistëve pritet të ndikojë pozitivisht në promovimin e vlerave kulturore dhe historike të Delvinës, duke kthyer muzeun në një nga pikat më të rëndësishme të vizitueshmërisë për ata që duan të njohin nga afër traditën dhe kulturën shqiptare. Qendra shëndetësore e Mesopotamit ka në jurisdiksionin e saj administrativ 15 fshatra, një pjesë të cilave janë malor. Çdo fshat ka ambulancën dhe infermieren e tij, si dhe 2 mjeku japin banorëve shërbim parësor shëndetësor. Qendra shëndetësore e Mesopotamit ka në jurisdiksionin e saj administrativ 15 fshatra, një pjesë të cilave janë malor. Çdo fshat ka ambulancën dhe infermieren e tij, si dhe 2 mjek, të cilët u japin banorëve shërbimin parësor shëndetësor. Gjithë stafi shëndetësor përballoi me sukses të plot situatën epidemiologjike gjatë muajve të dimrit, si dhe alergjisë stinore të pranverës. Pak a shumë si gjitha vendet edhe ne jemi prekur. Nga kjo edhe e kemi përballuar në përgjithësi mirë. Kishim dhe raste që kishim vajtur në spital, edhe me kollë dhe me temperaturë, pak diare, po në përgjithësi edhe në shtëpi. U kemi dhënë ca këshilla, edhe e kemi kaluar në përgjithësi mirë situatën. Në sezonin veror në njësinë administrative të Mesopotamit, rritet gradualisht fluksi i kthimit të emigrantëve në vendlindje, sikurse janë me mira vizitor vendase të huaj në Parkun Natyror Syrikaltër, në Manastirin e Mesopotamit dhe në Manastirin e Kostarit. Do kemi prap një fluks të ri, do vinë njerëz, siç vinë edhe ikin, po do kemi akoma më shumë gjatë verës, edhe vajtje edhe ardhje, edhe do jemi në gatishmëri për çdo gjë që do na kërkohet, siç kemi qenë. Drejtoria Rajonale Shëndet Publik Vlorë u akordoi certifikat me njohje e stafit shëndetësor të Mesopotamit me rastin e ditës botërore të infermierëve më 13 maj. Ndjevëm një gëzim të madh që jemi dekoruar në atë mënyrë, kemi dalë po vlerësuar puna, gjithë stafi ishim mbledhur, edhe kemi ngelur të kënaqura. Një shërbim shëndetësor më të specializuar, banorët e njësisë administrative Mesopotam e marrin në spitalin Petro Nako të qytetit Sarandës. Mbyllet kampionati rajonal i futbollit për moshat, ku rreth 600 fëmijë nga Gjirokastra, Saranda dhe Delvina konkuruan në grup moshat nga U9 deri në U19. Trofeu i kategorisë U9 shkoi për luftëtarin, ndërsa organizatorët dhe trajnerët vlerësojnë rëndësinë e këtyre aktiviteteve në zbulimin e talenteve të reja dhe promovimin e sportit tek fëmijët. Emocione, gola dhe fest për futbollistët e vegjël në përfundim të kampionateve rajonale të moshave të organizuara nga shoqata rajonale e futbollit Gjirokastër. Rreth 600 fëmijë nga Gjirokastra, Saranda dhe Delvina morën pjesë në aktivitetin sportiv që përfshiu grup moshat nga U9 deri në U19. Në kategorinë U9, ekipi luftëtarit arriti të rëmbente kupen, duke kurorzuar me sukses një sezon plot angazhime dhe përkushtim. Organizatorët vlerësojnë se kampionatet të tilla krijojnë hapësira të rëndësishme për zhvillimin e talenteve të reja dhe promovimin e sportit te fëmijët. Mbyllja e kampionateve rajonale të zonës Gjirokastër, ekipi kampioni luftëtarit U9 do të marrë trofeun. Ka qenë një sezon i gjatë me aktivitete të shumta që shoqata ka organizuar, kampionate shkollash, kampionatet e zyrës rajonale që janë organizuar në të gjithë qarkun në Gjirokastër, dhe në qarkun e Gjirokastrës, në si qark sportiv kemi edhe zonën e Sarandës dhe Delvinës. Ka qenë vit i ngarkuar me organizime edhe me trofe. Ne jemi munduar që nëpërmjet këtyre kampionateve rajonale të shoqatës të kemi sa më shumë pjesëmarrje si fillim, si masivitet, dhe pastaj duke u rritur, duke kaluar nga mosha në mosh, i afrohen sa më shumë ekipit të parë, duke i afruar futbollit të vërtet atij profesionist. Interesi ka qenë në rritje, sidomos me zhvillimin e 2 fushave të reja tu dhe fushë vjetër,
Numri i futbollistëve të rinj ka ardhur duke u shtuar. Përveç aspekteve garuese, kampionatet e moshave shihen edhe si një mundësi për edukim dhe formimin e brezit të ri. Fëmijët që janë pjesë e ekipeve zinxhir stërviten rregullisht dhe mësojnë vlera të rëndësishme si disiplina, bashkëpunimi dhe respekti për kundërshtarin. Trajnerët thonë se interesimi për futbollin mbetet i lartë dhe se aktivitetet sportive po luajnë një rol të rëndësishëm për largimin e të rinjve nga varësia ndaj teknologjisë. Është një kënaqësi e veçantë që dalim kampion me këtë grup mosh. Është puna e gjithë vitit, sakrifica e fëmijëve për gjithë mundi stërvitje. Ne këtu në fillim mësojmë të edukojmë fëmijët. Pastaj kalojmë tek sporti dhe i ndihmon prindrit të heqin nga telefoni, nga rrugët. Për vetë protagonistët, këto kampionate janë më shumë se një garë. Ato janë një mundësi për të treguar talentin, për të krijuar miqësi dhe për të përjetuar emocione që sjell sporti. Unë kam 7 vite që luaj sport, ma pëlqen shumë futbolli edhe shpresoj të bëjmë një lojtar i mirë. Unë kam 2 vjet në Akademinë e Luftëtarit. Këtu jam rritur dhe jam golashërues i kampionat. Unë kam filluar futbollin kur kam qenë i vogël dhe kam dalë çdo herë të luaj futboll me shokët e mi, luaj edhe tani dal me shokët shumë herë. Unë kam 4 vite që mirë me sportin, futbolli është shumë i bukur. Atje kam kaluar shumë bëra të bukra, dhe kemi humbur dhe kemi fituar. Unë jam Andri Gjoni dhe jam 8 vjeç. Mua skuadra luftëtare është skuadra më e mirë që ka fituar. Sapo po fitoj kupë. Me ndarjen e kupave, u ul si pari kampionateve rajonale të moshave, ndërsa organizatorët premtojnë një angazhim edhe më të madh në sezonin e ardhshëm për të zgjeruar pjesëmarrjen dhe për të nxjerrë në pa talentet e reja të futbollit në jug të vendit. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë i falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.